përgatisim tani një tjetër recet në kuzhinën tonë. Drekën sot. Për drekën e sotme kemi menduar spinaqë dhe këtë do ta gatuajmë në tavë. Në mënyrën më të shpesh që anvisat e gatuajnë spinaqin në shtëpitë e tyre është ajo burania që përgatisin me spinaq, me vezë, ndoshta, me bimë aromatike, erëza. Sot kemi një tjetër mënyrë për ta përgatitur dhe për ta sjellë spinaqin që për fat të mirë e kemi në çdo stin prezent në tregun tonë. Ndër të vetmet perime që mund të ketë 2-3 sezone të mbjelljes edhe të vjeljes për ta mbledhur, se edhe në dimër e gjejmë edhe në vjesht, pa aq më tepër dhe tani. Shohim pak së bashku tavën me spinaq, kos dhe vezë. E kemi në një kombinim të tillë sot. Kemi marrë 500 gram spinaq, 3 lugë gjelle vaj ulliri, një qep mesatare, 3-4 vezë, 400 ml kos natyral, 2 lugë gjelle miell, 1 lugë çaj krip, pak piper të zi, pak gjalp për tavën dhe djathë të bardhë të thërmuar. Lar spinaqin, fillimisht, ndoshta gjethe për gjethe, apo e marrim dhe vendosim pastaj në ujë me sot, bëjmë një shpëlarje dhe kjo është një mënyrë e duhur faktikisht për ta pastruar dhe lar spinaqin siç duhet. Edhe për faktin që është një perime që është ka afërsi, kontakt me dheun, me tokën ku mblidhet, ndaj edhe është e domosdoshme që të pastrohet më së miri. Shtoj. Merrem pra gradualisht me vezë. Sot është dita e vezëve. Kam 4 vezë. Teksa kam ujin bashk me vajin dhe pak ose krip që të zbutet. Rrah vezët në shpërbërjen e të verdhës. Shtoj masën e kripës. Masën e kripës tjetër e shtoj piperin, ndihmoj pak me lukë, se normalisht ne kemi kohë televizive të zbutet pak se do ta lë. Merre me spinaqin. Pjesë. E mirave është me duar, por jo kur ne do bëjmë një gatim të tillë. Është oksidimi i thikës dhe i gjethes, por ne na duhet një gjetë tillë, sepse themi edhe këto janë vërtet për dhënë këshilla mund t'i japim të shumicë. Por një anvisë shtëpi nuk mund t'i marrë tani do që të ketë gatuar për shumë persona dhe ta marrë dhe me duar. E para gjë nuk është estetike. Që do ta kalojmë në tavë, sepse ti kur do ta presësh në feta, ti nuk do të dalë dita e spinaqit të ndahet shumë, sepse e dim shumë mirë që spinaqi nuk duhet të gatuhet edhe shumë. Pra, do humb vlerat. Sikurse çdo perime tjetër, vetëm spinaqi. E marr pjesë, gjë që ndihmoj edhe me uljen e volumit, sikurse dhe për të pasur një mirëmbajtje të mirë të spinaqit, shumica veprojnë, e marrin e lajnë siç e lajnë fusën e qese. Jo është gabim. Nëse spinaqi lahet gjethe lahet spinaqi sepse ka atë, e mirat është të filloj të thahet për të vendosur në ngrirje apo në fresku? Edhe ngrirja është shumë e duhur e tillë.
Po, edhe ngrirja është e pasi bukur. të Si thahet, themi për mishin, për shembull, që mishi sa kohë ngrirje kërkon, aq edhe kohë shkrirje kërkon. Pra e kërkon mbi një ditë. Edhe larja e spinaqit është që të ketë një pastrim i mirë dhe vendoset në frigorifer. Patjetër që vendoset në frigorifer dhe jo laje fut në qese siç është dhe kullon ujin. E kundërta ndryshon më pas, për shembull se ne duam ta përdorim për shembull të nesërmen që e lëm duke vendosur në fresk sërish me letrat e kuzhinës siç përdoret edhe për majdanozin. E marr dhe e vendos sërish, ka rënë volumi. Derisa që e pa dhe spinaqi të krijojnë atë paqen, lufta dhe paqja. Lufta është zjerja, paqja është kur është unifikimi, që është një thajshmëria e produktit. Ja. E keni parë që kam shtuar shumë pak vaj. Shumë pak vaj. E zbuzim dhe shtojmë dhe pjesën tjetër. Pjesa pastaj e ndarjes që theti me e coptimit të spinaqit, nuk bëhet me spinaqin për shembull që përgatisim për sallatë, spinaqin e vogël që ka gjethet më të vogla, që s'ka nevojë dhe të frihet 2 herë. Ashtu mund të shndrojë siç është, po. Por këto janë ndër rregullat elementare të kuzhinës për mirëmbajtjen e perimeve. Sërish, shtoj pak vaj. Derisa të ulet volumi i spinaqit. Direkt ulet volumi, shiko, se pjesa e zjerë rëndon dhe spinaqin që është i freskët. Ja, edhe këtë pjesën tjetër këtu dhe edhe dy të fundit edhe i largojnë. Më duhet të kem. Se më pas do ta vendosim gjithë masën. Pra, qepa e zbusim në yndyrë dhe më pas shtojmë spinaqin. Këto janë 2 hapat e para. Vezët po ashtu i kemi shpërbër, 3-4 kokra vezë për një tavë të tillë mesatare. Pak kos, pak djath dhe sigurisht për ta lidhur mirë masën, një ose 2 lugë gjelle me miell, gjithsesi gramaturat përkatëse po a lexoj në recetën tonë, të cilën e kemi të shkruar, ja po e lexojmë së bashku, një tavë me spinaq, kos dhe vezë përgatisim tani, 500 gram spinaq të lartë pastruar, 3 lugë gjelle vaj ulliri, një qep mesatare, 3-4 vezë, 400 ml kos natyral, 2 lugë gjelle miell, 1 lugë çaj i krip, pak piper i zi, pak gjalp për tavën, djath i bardh i thërmuar. Pra, tavë me spinaq, kos dhe vezë. Është receta një mënyrë tjetër për përgatitjen Kemi 2 mënyra. E spinaqit. Kemi 2 mënyra. Po të duam në që të gjitha i përzijejmë. Dhe në të kundërt, që unë them, më mirë. Anën e le të dini shumë mirë, i përzini të gjitha dhe e shtroni. Por, unë dua të bëj pjesën që është pak më, ka pak më angari, po të themi. Lë pak yndyrë dhe në të kundërt, shtoj dhe pjesën e gjalpit, gjë që unë nuk e përdor aty. I shtoj vetëm pak yndyrë. Nuk pres. Pra keni 2 mënyra. Nuk pres. Që të më digjet vaj, yndyrë. E krijoj e lë në formën e beshamelit. Lë derisa të shpërthej aroma, dhe akoma nuk kanë shpërthyer aromat. Po.
Pra mos hezitoni fare, nëse ju keni masat e duhura, edhe po të shkëputeni, ajo do zije i vetë, derisa të krijohet kjo masa homogjene dhe e shkëputur, që shkëputet nga tigani shumë lehtë. Do të shtoj E pak ujë. Ja. Pra, kjo shije është me dashur. Te ne. Çfarë është me kremra të bardha bechamel, e pa që nuk shtova qumësht. Se kemi kosin dhe Kam kosin. se ti ngatrojmë të dyja shijet aty. Sa të krijohet, ja, unifikimi i masës. E largoj. Shtoj masën e kosit. Ne përzim, nuk pritet kosi aty. Ja. Prandaj edhe e largova. Po. Kemi një kos të trash, sikurse kështu mund të bëjmë edhe pasha qoftet. Ka versione edhe Pra ky versioni që e skuq pak miellin, duke sikur jep më tepër formë të mirë edhe shijen e ka më të plot, se sa t'ja shtoj miellin aty te kosi të përzier, pa e ka urdisur pak me vaj.